Policia e Vlorës ka zbardhur detajet e konfliktit që ka ndodhur në Bregdetin e Eksamilit, ku një grup prej 4 personash mes të cilëve dhe 2 turq u konfliktuan me një banor të zonës ku ky i fundit mbeti dhe i plagosur. Burime zyrtare informuan se kanë arrestuar si të dyshuar 26 vjeçarin turk banuesi përkohshëm në Prishtinë të Kosovës, si autori goditjes me grushte dhe sende të forta në trup dhe kokë një 54 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:45 të mbrëmjes së dieshme, ndërsa pas hetimeve paraprak janë marrë nën hetim dhe 3 shoqëruesit e turkut të prangosur, një bashkëdhetar i tij dhe 2 të tjerë shqiptar. Nën hetim në gjendje spitalore do të jetë edhe veti plagosuri për shkaktim të lëndimeve ndaj personave të tjerë gjatë konfliktit. Hetimet janë kryer nga specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand, ndërsa dosja aktualisht i ka kaluar prokurorisë. Rrethanat, dinamika dhe shkaqet mbeten ende të pasqaruara zyrtarisht, teksa palët po japin dëshmitë e tyre. Paraprakisht dyshohet se 2 palët janë ngrindur fillimisht për vendin e parkimit të mjeteve me banorin e zonës dhe më pas kanë denigruar në përleshje fizike.